kjo sfidë që fillon tani. Basha. Vizja mashtruese Bashës, mundësia për Arkim. Është pasimi ullët në zonë, goditja drejt portës, Margono, super ndërhyrje. Pas goditjes së Morinës, nuk arrin përfitoj edhe një goditje tjetër tani devijuar e Blerit Morinës. Më herët nuk arrin të përfitoj nga situata Albin Prapashtica, rreziku i parë për portën e skuadrës së Dugaxhinit. Ndërhyn për mrekulli Margono. Vizja mashtruese Prapashticës për ball, Hugo si shmanget. Arkimi Prapashticës, mundësia për Thaqin. Thaqi, traversa. Rasti më i mirë në ndeshje, përfundon pa gol për Gjilanin. Super Arkim nga Prapashtica, nuk realizon Arben Thaqi. Mërljaku, pasimi mjaft i mirë për Pevçelin, goditja me të parën. Pasimi shumë i mirë tani për Elezajn. Elezaj, krijohet hapësira, goditja Elezajt. Pret Blaca, qëndrore goditja ti. Një Arkim tjetër i lartë, usafër është e kjo nga Altin Mërljaku. Tani skuadra Dugaxhinit, Elezajt me pasimin para. Pevçeli! Mysafirët në përsi në sekondat e fundit të kohës shtesë. Margim Pevçeli, fatal kundër sulmi skuadrës së Dugaxhinit për portën e Gjilanit. Minuta e 48 e ndeshjes. Arkimi nga Basha, goditja Jarovicit shkon pranë portës. Mbetet 0-1. Rast Simiollit i Thaqit, menqur. Një goditje drejt portës. Jarovic shtylla. Edhe njerë. Gjithë shka bërë mirë. Nga pranimi të goditja. është donë aksioni skuadrës së Gjilanit. Basha, goditja Bashës shkon pranë portës. Pasimi shumë i mirë për Thaqin, tani kjo mund tjetë rrezikshme. Thaqi, pret Margono, goditja tjetër. E pabesueshme për vërtet, nuk ka gol. Fantastik depërtimi i Thaqit, ndërhyn për mrekulli Margono, por në të... Kimi larti Thaqit, goditja me kokë. Margono pret të parën, por nuk e pret edhe të dytën. Ashtë në aksioni, edhe njerë Berisha. Ka pasur një ndërhyrje brenda zonës. Gjua mjaftueshme për ta dërguar, për ta quar dorën tek pika Bardh gjyqtari. Këtë është momenti i ndërhyrjes së Aragos. A ka pasur mjaftueshëm kontakt. E tani është duke u kontrolluar ndërhyrja e Aragos nga dhoma e varit. Ka material të mjaftueshëm që ndërhyrja ndaj Hekuran Berishës tjetë penalti. Këtë do të vendosë së shpejti gjyqtari i ndeshjes. Jo, thot nuk ka penalti. Vjen sinjalizimi. Thaqi, goditja Thaqit! Kapiteni i Gjilanit në më të mirën e ti. Në minutën e 93 të sfidës me super gole para zonë sfidën. Nga goditja e dënimit e pandalshme, goditja ti për Margon në kësaj radhe. E ndihmojnë Dugaxhinin transversale, ndihmojnë shtylla, por nuk e ndihmon kësaj radhe. Fati për ball. Thaqi, Arkimi i Thaqit, goditja me kokë Margono. Dërën edhe një. Ka ndërhyrje të paliuar, por nuk ka më kohë që të vazhdoj kjo sfidë. I jep fund gjyqtari sfidës, e cila përfundon me parasim. Ka protesta këtu te gjyqtari kryesor nga futbollistët e skuadrës Dugaxhinit.